kabinetit, që quhet Blerina Balla, investitori është i shoqi i saj. Një sekond, mos më jep shumë informacione për njerëz edhe publiku po na ndjek. Tani, ti ke një pronë i marr, që është e trashëguar brez pas brezi ku ke pasur një servis të vogël. Ka një projekt që ishte 98-ën. Po, ka një projekt për të zhvilluar pronën tënde nga bashkëshorti Blerina Balës, që është shefe e kabinetit të Vangel Tavos, po që më duket se ishte edhe ajo që u caktua kryetaren detyrë. Është e njëjta. Po e njëjta zonjë që ka qenë ishte sekretare me Gjergj Goron. Dhe në këto momente që po flasim të prona jote, ka uniforma të IMT-s Himar? Më erdhi një letër, me fjalë, nuk më erdhi letër, mua nuk më kanë njoftuar para asnjë gjë. Edhe dje, edhe të prenden, më fal, të prenden, erdhën si ajduta me fjalë inspektorët e KMT-s e Riksën, hodhën di letër atë poshtë derës, një gjop 15 milion lekëshe për një ndërtim që është bërë në vitin 1998 me presionin e shefes kabinetit. Nuk di që sa në dje është të djeni, nuk di që sa është të djeni me fjalë kryetari bashkisë, po në përmjet televizorit tuaj i bëj një thirrje prokurorisë së Vlorës, që i kam nisë sot një letër nga posa i Marës, i kam nisë prokurorisë posaçme, nuk mund të krijejnë një akt të bëjnë pa më njoftuar për një akt ekzekutimit. Pa më njoftuar për prishje vullnetare, dhe fjalë janë komplet jashtëligjshëm. I bëj thirrje policisë i Marës, se ndoshta nesër në mëngjes, se e lexova aty letra se nesër në orën 8:20 do të ekzekutojnë vendimin e tyre. Nuk mund të ekzekutohet një vendim me fjalë nga ana ligjore. Ku dëgjoj atë do, me fjalë kanë ndër presion inspektorët nga Blerina Balla. Po, a ke folur me Blerina Ballën, ke komunikuar se i marra vendi vogël është një... Nuk ka komunikuar, thjesht më dërgon në inspektor, më ka dërguar të javën e parë drejtorin e IMT-s. Ja vura në dispozicion të gjitha letrat e mia që unë jam në proceset gjyqësore. Për të pronë, jam drejtuar jemi në proces gjyqësor dhe është pushuar si çështje dhe jam drejtuar brenda afate jam drejtuar me fjalë kanclar. Po. Ju lutem, nuk di që ju lutem kujdo, ju lutem policisë nesër, policisë i Marës, të mos bëhet me fjalë bashkëpunëtore e Blerina Balës. E pushtetit, sigurisht që do të marrë. Po, një sekund, po ky bukri i Blerina Balës, nga e di që do të bëj një resort aty, ndërkohë që se ka marrë akoma, se ka përveçuar. Ka tabelën këtu para. Ka tabelën para. Ka vënë tabelë ke prona jote? Ka vënë tabelë jote. Ne tregu tabelën. Gjithur me servisin. Aty po shkon. M'fal, ka vënë tabelë ke prona jote që do bëj, çfarë do bëj aty, pallat? Nuk di që çfarë do bëjnë. Unë jam në procese gjyqësore për pronën. Kthej pak nga tabela kamerën me kujdes që ta shohim tabelën, lutem. Patjetër. Po e shohim ndërkohë. Na ndihmon regjia, se pas kemi një foto më të qartë. Rezidenca, po çfarë pallate aty? Për qef, di marr. Jonian Residences. Po, jo shqip. Që është nga Artan Bala. Ky është pronari i firmës tua. Po ky ka lidhje, çfarë lidhje ka me gjithë balat e Shqipërisë, nuk e dim çfarë lidhje ka. Jo, me bashkinë. Është burri Blerina Balës. Po pra, kjo është e konfirmuar. Që shefja e kabinetit. Mbaron këtu histori. Tani, të lutem, Llazar. Nuk e di nëse kam sërish të Llazar Theodorin. Llazar. Po. Ajo tabela është te prona jote? Jo, kjo nuk është ngjitur me pronën time, me servisin. Ja, servisi është ngjitur. Për këtë objekt bëhet fjalë. E kuptoj. Janë pak vështira pame, po besoj e dallojmë nga makina aty. Na ndihmo pak me kujdes me kamerën Llazar që ta bëjmë më të thjeshtë edhe për ata që po na ndjekin nga shtëpia. E kuptoj. Ke kërkuar, ke denoncuar në polici përpjekje të tilla, ke një avokat, ke folur, cilat masa ke marrë? Ja, me avokat ka kjo çështje ka 2 vjet që jemi në procese gjyqësore.
shkalla e parë e Vlorës, gjykata shkallës parë e Vlorës e pushoi çështjen për me fjalën se nuk ka njoll, me fjalë zona është e pa menaxhuar, duhet i jam drejtuar sot Spakut. Me avokatin me fjalë i jam drejtuar sot Spakut. Tani servisin kur e ke ndërtuar ti? Çfarë viti? Në 98-ën më the? Në 97-ën dhe 98-ën e kam filluar si aktivitet. Ke paguar taksat besoj këto vite? Urdhë? Këto 30 vjet ke paguar taksat? Në 2008 jam regjistruar në qytetin e Tiranës, kur Vlora nuk ishte akoma qytet. Dhe vazhdoj të paguaj taksat. Jam biznes, familjar, servis, ushqeva kalamajt, dhe fëmijët e mi sot kanë ikur në emigrim. Banorët e Imarës ke folur me komshinj, me njerëz që kanë njëjtën situatë me ty? Në këtë tokë që zotë ndërtoj, janë 3 procese gjyqësore. Ja kuptoj. Lazar, ne do të qëndrojmë sigurisht në kontakt me njëri tjetrin, do të jemi edhe nesër patjetër me sy dhe vesh nga Himara, se po e them këtë me ironi, na pëlqejnë këto rastet e abuzimit kaq galopant me pushtetin, do të kërkojmë patjetër një reagim edhe nga zonja Bala, edhe nga zoti Tavo, dhe sigurisht do të shohim mbi gjitha që të ketë një zgjidhje të drejtë për atë që po ndodh me pronën, me biznesin tënd. Të kanë kërkuar ta mbyllësh besoj edhe biznesin përderisa kanë ardhur të ta prishin, apo të kanë kërkuar që të vazhdosh të paguash taksat? Nuk kam marrë asnjë komunikim zyrtar. Asnjë komunikim zyrtar. Dakor, Lazar. Asnjë komunikim zyrtar. Do qëndrojmë në komunikim me njëri tjetrin, Lazar, edhe për ditën e nesërme. Unë të falenderoj për kohën. Goxha e pat, është skema pak a shumë e ngjashme edhe me Riollin. Jo, e ke gabim. Është skemë gjithë Shqipërinë. Është kombëtare. Kjo është kombëtare, por njerëzit nuk e kuptojnë dhe u duket mua sikur flas teori konspirative. Kam ja 15 vjet me këtë histori. Njerëzit nuk e kuptojnë dot që ky është projekt. Për çdo pronë të çdo shqiptari. Nuk ka të bëjë me zotrin, është procesi, sapo ka filluar. Të gjitha pronat, çka ka Shqipëria? Për këto 15 vjet do zhduken pak nga pak. Si do zhduken? Do zhduken si pronat shqiptarëve. Ti e kuptove lojën. Ata i kanë jetë si japin letrat aty. Po. Sa ata kanë letrat në dorë. Dhe gjithë Shqipëria kështu është. Por më e bukur është ata që kanë letra. Ata të marrin letrat të çojnë në tualet se janë shumë të mira për atë punë. Se s'kan as ato vlerë. Nuk ka mo letra vlerë në këtë vend se s'ka gjykata. Për shku me gjyq, prit çështje. Ty duhen 15 vjet. Kanë marrë punë, kanë ndërtu këta, ka ditë punë ajo. Ose gjendet para faktit kryer. E dyta, policia, rasti policisë, se dua ta theksoj këtë. Rasti i Riollit është rasti spektakolar që un kam prekur me dorë, se si policia është si bën bodyguardin e një kompanie private që ushqen qeveria. Domethënë unë kam prek me dorë rastin e Riollit, policia ishte kthyer në shërbim privat. Unë i çova provat për të kap makinat pa targa, që ti e di ç'të ndodh ty. Dalësh ti pa targa, kamion ata, pa targa që s'dihet çdo ganim kanë, po është edhe vepër e rëndë kjo. Më fal, ndërkohë Adriana Galajam thotë aty nuk lejohet asnjë veprim se zona e kadastrit quhet zona e pa menaxhuar. Po të shpjegojmë, nuk harroni letrat more. Se këtu është gjithë problemi. Po vlen mas ligjit si arsye. Ore nuk kam më vlerë, unë këtë po ju desh t'ju shpjegoj. Ku i gjen guximin burri i një personazh me post lart publik të ekspozohet në biznesin përkatës duke cënuar pronat e tjerëve. Përdoret arma më e thjeshtë. Kjo qeveri për këtë punë është. Qeveria është për të zhbërë çdo pronë çdo shqiptari. Thjesht njerëzit nuk kanë kuptuar fare kur unë them që për çdo pallat të 50 vjeçar ka një projekt që do prishet, do i përzën e do bëhen pallate të reja. Nuk e kuptojnë dot. Do japin as metrat që kanë. Po këtë po shpjegoj pra që do të japin në përdorim banesë sociale, që ti se shet dot, pra ti nuk ke më pronë. Të sa të përpleqtë dhe një nga arsyet që e bën qeveria këtë punë, arsyeja themelore është popullimi i Shqipërisë, po një nga arsyet kryesore që e bën Shqipëria se ka kuptuar një gjë shumë të rëndësishme. Shqipëria vidhet sepse nuk ka shqiptarë që ta mbrojnë pronën e tyre personale. Dhe le ta shpjegoj këtë se shumë e rëndësishme. Shqiptarët kanë vërtetuar në këto vite që e meritojnë të vidhet çdo pronë, të grapit çdo pronë. Sepse shqiptari vritet me komshiu, vritet me vllajin, vritet pse më shef. Po qeveritarët nuk kanë frikë ata. Pyetja është pse nuk kanë frikë qeveritarët, rasti i Marës, ajo gruaja, pse s'ka frikë? Se s'kan çu bëj. Sepse kanë vdek burrat në këtë vend. Këtu janë njerëz popull kështu të lodhur, ke parasysh? Jo, po do ta televizor. Po shkon po thotë mos bëj Jo, ta them me sinqeritet. Jo, po ta them troçut. Unë besoj, qeveria ka kuptuar
që këtu janë kastru populli, është populli kastrum. I tredhur. Dhe e ka kuptuar që nuk ka pse të ketë frikë, deri Rama rrugë. Ku e gjen guximin, Rama dalin rrugë. E disa veta duhet ta vrasin Rama për atë. Jo, kështu terminologji. Po unë po ta them troç. Ku e gjen? Ai ka kuptuar. Se gjobat nga ama, jo se Po unë po të shpjegoj problemin. Rama del se e di që s'ka kush t'ia bëj. Këta kanë guxim, kryetar bashkish, drejtora që vjedhin, grabisin, marrin provat e shqiptarëve, kanë kuptuar që s'ka rezistencë. Këta janë gati të vriten me këto. Horizontalisht. Ata i shohin kështu si inferior. Prandaj them të tredhur, janë si popull e unukësh. Sepse kur gjejnë ta guxim dhe grabisin prona, do të thotë, kanë kuptuar që këta s'ka reagim. Për pronë do vriten njerëzit. Prona është atë dheu, prona është familja, prona është kombi. Arsyeja me nitë në Shqipëri është prona. Duke e pa dhe fëmijët, Shqipëri nuk e mbrojnë pronën, dhe vetë fëmia po ikën jashtë i thotë, po ç'm ka mund me atë vend. Dhe projekti këtyre tani që është e ke lajm për emision, është që ta kanë nxjerrë para 3 javësh VKM 113. Që çdo emigrant, kudo që të ndodhet, pra këta që e lanë Shqipërinë se u lodhin ja morën dhe pronën apo ikin, se nuk din ta mbrojnë, më kupton logjikën, se din që do vi Rama në dhjetor letrat në Shqipëri të gjithë bankave të tyre, të gjithë llogarive të tyre, të gjitha transaksioneve të tyre, çka kanë në emër të luftës kundër informalitetit botror, me kuadrin e projekteve të Davosit, ku çdo shqiptar në Europë, përveç atyre në Amerikë, në Kanada e kudo tjetër, përveç atyre në Amerikë, do të kenë të ekspozuar tek zyra e Edi Ramës të gjitha të dhënat financiare të llogarive të tyre në përbot. Dhe e dyta që është e rëndësishme, fiksoni këtë gjë, këto të dhëna do të jenë nga janë në duart në thonjza tiranianëve që ka shpikur këta, pra të Izraelit të rast, sepse ata e kontrollojnë gjithë sigurinë kibernetike, dhe të mafjes ndërkombëtare, sepse kur ti ke dhëna bankare të ekspozuara botërisht, gjithmonë këto janë risku më i madh që të bëjmë profilizimin e atyre që do kenë në fokus. E mbyllim me bombë siç bëhet. Dhe e fundit është ata ja u marrin pronën, e kanë përgjithësuar shqiptarët që ende kujtonin se e keni pronën, sepse e kanë kuptuar që ju nuk e mbroni pronën. Ata ja u marrin sepse ju e meritoni të ja u marrin. Shihemi nesër bashkë në 7:00, mos e lëshoni pronën Leça thot Altini. Jo, këtë thash. Ishte provokimi Altini.